Të ka dënuar Zoti, ofendimi i Rogertit trondit shoqërinë. Të ka dënuar Zoti, ofendimi i Rogertit trondit shoqërinë. Shoqata e personave me aftësi ndryshe të përjashtohet urgjent. Pas përplasjes midis Tenaldos dhe Rogertit, ky i fundit ka degraduar gjatë debatit duke i thënë ty të ka dënuar Zoti. Ndërkohë, menjëherë pas kësaj situate të pakëndshme, rjeti i organizatave të personave me aftësi të kufizuara ka ndalë në një deklaratë publike ku kanë kërkuar menjëherë ndëshkim për Rogertin. Ai ka kërkuar vllajt të madh që të kryet përjashtimi menjëhershëm. Ja dhe reagimi zyrtar. Rjeti i organizatave të personave me aftësi të kufizuara Tiranë, datë 03/2/2016, deklaratë publike. Rjeti i organizatave të personave me aftësi të kufizuara në Tiranë e konsideron të domosdoshme të reagojnë ndaj gjuhës përdorur sot në programin Big Brother Albania VIP ndaj gazetarit Senaldo Mhilli, i cili është gjithashtu person me aftësi të kufizuara në shikim. Gjuha e përdorur është e papranueshme dhe përbën shkelje të rënd parimeve të barazisë dhe dinjitetit njerëzor. Ajo duhet të ndëshkohet nga autoritetet përkatëse për arsyet e mëposhtme, përbën albeizëm, një formë diskriminimi që buron nga premisa se personat me aftësi të kufizuara janë më pak të vlefshëm se personat me aftësi të kufizuara. Një gjuhë e tillë është përdorur historikisht për të izoluar dhe përjashtuar personat me aftësi të kufizuara, duke u penguar ata të marrin pjesë në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët. Ajo ushqen stigma dhe paragjykime, përbën gjuhë urrejtje sepse nuk prek vetëm individin, por edhe komunitetin e personave me aftësi të kufizuara, duke përcjell mesazhin se jetët tona janë më pak të denja për të jetuar se ato të tjerëve, veçanërisht duke marrë parasysh audiencën e gjerë të këtij programi, që në vitin 2013 Shqipëria ka ratifikuar Konventën e OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, e cila kërkon përpjekje të përbashkëta nga gjithë shoqëria për garantimin e të drejtave të barabarta dhe për respektimin e dinjitetit lindur të çdo njeriu. Po ashtu procesi i integrimit evropian kërkon respekt të plot për të drejtat e njeriut dhe për diversitetin. Në këtë kontekst, ne kërkojmë që produksioni Big Brother Albania VIP të marrë masa konkrete, përfshirë përjashtimin e menjëhershëm të pjesëmarrësve që përdorin gjuhë urrejtje, e cila është e papajtueshme me etikën e komunikimit në media dhe me vlerat që synojnë të ndërtojnë si shoqëri. Që autoriteti mediave autovizive AMA, në zbatim të kodit transmetimit dhe standardeve për përfaqësimin e personave me aftësi të kufizuara, të ndërhyjë dhe të trajtoj këtë shkelje në përputhje me parimet e mos diskriminimit, që komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, zoti Robert Gajda, të reagoj dhe të marrë masat përkatëse në përputhje me ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. Rjeti ynë do të depozitoj zyrtarisht një ankesë pranë këtij institucioni. Së fundmi bëjmë thirrje gjithë shoqërisë të kuptojë se aftësia e kufizuar është pjesë e pandashme e diversitetit njerëzor. Ne jemi të fortë, krenar dhe të dukshëm. Do të vazhdojmë pa u ndalur përpjekjet tona për më shumë barazi, dinjitet dhe për një shoqëri që respekton dhe përfshin të gjithë anëtarët e saj.